qershori, sidomos në 10 ditën e parë, I kemi rreshje të fokusuara kryesisht në zonat malore, në gjysmën lindore të Shqipërisë dhe vija bregdetare është shumë pak e rrezikuar nga rreshje. Kemi në data deri nga data 10 kryesisht I qëndrueshëm, ka një shkëputje midis datës 11-12 ku kemi një sistem me vranësira dhe rreshje të cilat do të jenë kalimtare dhe sërish do kemi diell. Do jetë një muaj I cili do jetë më I nxehtë se sa një qershor normal, sepse që në ditën e parë ai do startojë me temperatura më të larta dhe parashikohet që rreshjet të jenë në mënyrë sporadike, që do të thotë do t'i kemi për një kohë afat shkurtër, dhe për disa minuta ose maksimum por një të orë. çrregullta po theme. Po, rreshjet do jenë kryesisht rrebeshe, sepse krijohen fiks janë rrebeshe të vranësirave konvektive dhe vijnë nga efekti I temperaturave të larta. Tirana do jetë ndër qytetet më të rrezikuara, pra futet në qytetet e rrezikuara nga rrebeshe, duke patur një paradite të nxehtë dhe me diell dhe menjëherë një pasdite me rrebeshe afat shkurtra, sepse edhe për shkak të pozicionit gjeografik që ndodhet edhe afër detit lagështirës, por edhe afër malit Dajtit, rreziku për të pasur këto zhvillimet e konveksionit është mjaft I lartë, si edhe gjysma lindore, që do thotë Bajramzuri, Puka, Kuksi, Peshkopia, Buqiza, Korça, Pogradeci, Erseka, Tepelena, Gjirokastra. Këto do jenë edhe zona që do preken më shumë nga këto rrebeshe. Kjo nuk është një mundësi që nuk do të ketë pjesa tjetër. Patjetër do ketë ndonjë ditë ku kemi rrebeshe edhe në Bregdet, I cili do zjas për 40-45 minuta dhe sërish do jetë kohë për plazh, kështu që këto rrebeshet afat shkurtra nuk është se prishin atë pushimet. Por, siç I themi ne edhe në gjuhë popullore, zonja Porja, shi vere është, kështu që praktikisht nuk është se krijon problematika të mëdha, po themi.